Pse mediat ndjekin klikimet? A e keni vënë re se pothuajse çdo ditë asnjë titull si nuk do ta besoni çfarë ndodhi. Shikoni videon. Ja çfarë zbuloi. Pyetja është pse pothuajse të gjitha mediat përdorin gjithnjë me shumë këtë lloj gjuhe. A është sepse gazetaria është bërë më e dobët apo sepse vetë mënyra se si funksionon interneti ka ndryshuar? Dikur gazetat konkuronin me gazetat. Televizionet konkuronin me televizionet, sot lajmi nuk konkuron vetëm me mediat e tjera. Ai konkuron me çdo gjë që shfaqet në ekranin e telefonit tuaj, video në TikTok, Reels, influencera, seriale, podcast, çdo përmbajtje lufton për të njëjtën gjë, vëmendjen tuaj. Dhe pikërisht kjo quhet ekonomia e vëmendjes. Në këtë mjedis, klikimet, shpërndarje dhe ndërveprimi nuk janë më vetëm statistika. Ato ndikojnë drejt për drejt sa njerëz do ta shohin një lajm, sa reklamues do të arrijë media dhe në shumë raste edhe sa të ardhurat do të gjenerojë ajo. Prandaj vëmendja është kthyer në burimin më të rëndësishëm të ekonomisë së medias online, për të kuptuar nëse kjo po ndodh edhe në Shqipëri. Nuk u mbështetëm tek perceptimet. Analizuam në mënyrë sistematike tregun online shqiptar, monitoruam 18 media online me profile të ndryshme, zhvilluam 15 intervista me drejtues mediash, redaktor, gazetar dhe profesionist audiencës digjitale dhe pyetëm 74 të rinj për të kuptuar si e konsumojnë lajmin dhe si perceptojnë clickbaitin. Për analizë ndërtuam edhe dy instrumente të rinj, indeksin e klikimit dhe indeksin e cilësisë. Indeksi i klikimit me atë elemente që synojnë të tërheqin vëmendjen, titujt emocional, hiperbolen, kuriozitetin artificial dhe dramatizimin, ndërsa indeksi i cilësisë me atë elemente të bazë të gazetarisë, burimet, verifikimin, transparencën dhe kontekstin. Për herë të parë, këto dy dimensione u analizuan paralelisht për të kuptuar marrëdhënien mes performancës dhe cilësisë editoriale. Gjetja më interesante ishte se mediat shqiptare nuk funksionojnë të gjitha njësoj. Disa mbështeten shumë më tepër të performanca dhe viraliteti, të tjera përpiqen të balancojnë klikimet me standardet editoriale, ndërsa mediat investigative dhe ato jo fitimpruar se investojnë më shumë te dokumentimi, verifikimi dhe interesi publik. Por studimi tregoi edhe diçka tjetër. Problemi nuk është thjesht ekzistenca e clickbaitit. Problemi është se një pjesë e madhe e tregut mediatik funksionon sot mbi logjikën e performancës. Kjo do të thotë se titulli, videoja, postimi në rrjetet sociale dhe potenciali për reagim emocional shpesh bëhen po aq të rëndësishëm sa vetë informacioni. Vizitoni faqen zyrtare të ACQ-s dhe mediat tona sociale për të gjetur përfundimet e hulumtimit disa mujor mbi këtë fenomen.